Java nisi me vizitën e kryeministrit Edi Rama në Izrael, ku ai mbajti një fjalim në parlamentin izraelit dhe një konferencë të përbashkët me homologun e tij Benjamin Netanyahu. Rama vuri theksi në marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve, duke kujtuar edhe strehimin e hebrejve në Shqipëri. Ai gjithashtu paralajmëroi hapjen e një muzeu në Vlorë të hebrejve. E hëna ishte gjithashtu ditë parlamentare, ku u miratuan disa ndryshime në kodin e ri penal, të shoqëruara me tensione dhe debate mes palëve. Fokusin kryesor e mori dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët, i cili u konsiderua i pjesshëm nga aktorë të medias dhe organizata ndërkombëtare, pasi shpifja mbetet vepër penale për aktivistë, ekspert dhe organizata të shoqërisë civile. Por pavarësisht kundërshtimeve nga aktivistët dhe opozita, ligji u miratua me 85 vota pro pas mesnatës. Qeveria do të shpërndajë fondet për përmbytjet e fundit dhe zjarret e verës që lan pas. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu deklaroi se do të ofrohet ndihmë për bashkitë e prekura nga përmbytjet e fundit, kryesisht në ato më të vogla. Ndërkohë, fondi mbi 345 milion lekë do të shkojë për dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara nga zjarret e verës. Kruja do të përfitojë shumën më të madhe, ndërsa hasi më të voglën. Më 29 janar u ndodh konferenca e kryetarëve në Kuvend, e cila u shoqërua me debate mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokrate. Shkaku bë shtyrja e mbledhjes së Këshillit të Mandateve për të diskutuar kërkesën e SPAK ndaj Belinda Ballukut për heqjen e imunitetit të saj. Edhe pse mbledhja e Këshillit të Mandateve u shty, zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës, Belinda Balluku, depozitoi në gjykatën e lartë një rekurs për zhbllokimin e pasaportës, duke kundërshtuar kështu vendimin e GKKO-s për ndalimin e udhëtimeve jashtë vendit. Nga ana tjetër, opozita ka paralajmëruar një tjetër protestë kombëtare, e cila do të zhvillohet në datën 10 shkurt para kryeministrisë. Java u mbyll me protestën e thirrur nga Adriatik Lapaj, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Ballukut. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës që lan pas. Për lajmet e përditshme na ndiqni në Zëri Pikal.